Përshëndetje gjithë shikues të emisionit Andër me mua Guxën Shalen. Gjindem pikërisht në Sloveni, në Shënqol. Këtu pikërisht gjendet familja Gashi, apo përndryshe Adil Gashi. Njihet në Sloveni, është një prej biznismenave më të njohur këtu në këtë rrethinë, po ashtu në të gjithë Sloveninë. Jam pikërisht tek veni, tek prona ku gjendet. Pa ti Adela, ma hap derën si shqiptar ajo. Kjo është i gjithë vendi realisht. Që zotëron Adil Gashi. Përshëndetje Adil, si jemi? Si po kalon? Mirë. Faleminderit që na hape derën. Faleminderit ju që keni pas kohë me ardh. Pa tjetër, ku ka shqiptar, na jemi këtu. Pa që Adil, që keni ardh, që shka lutet për rrugë? Mirë. Rruga mirë, kështu që është ke ka rëndësie. Vendi ku jem këtu, zotëron ti. Apo na tregon pak a shumë për këtë pjesë, për këtë vend? Ky vend e kemi na baushtella, që me thonë shep punishte. Këtu kemi bazën, zyrën, të kajti kemi baushtelën. Këtu kemi birovin, këtu që ja nisëm me mëngjes, vazhdojmë në për puna. Këtu janë punëtorët, ku fillojnë dhe kemi zyrën, dhe kajti kemi zyrën. Ate vazhdojmë. Baci Adel, po të shuj kështu, gjithë kamiona, vetura, i zotëron ti, cilë është i joti? Jam e që kjo është. Kjo i joti, ja? Po, ato që janë këtë, mjetë janë po punëtorët. A gudzojnë punëtorët me përdorë këtë? Jo. Jo. Vesh më asje, kjo i vesh e jam jo. Dhe më anë personalisht? Kjo është i jam i personalisht. Kur të rasin për me punu personalisht ty ti me këto? Po, në këtu vi, për shumë të në zyre vi, ka 2 orë 3, ne bojmë në faroferte në sen, ne planë në sen përgatitëm, për shumë për punë, me këto shkojnë punë me mëngjes, një tërgoj punëtorëve, nisëm për shumë me mëngjes, dhe tërgoj për shumë shkoj të nisëm rresh punë, do më shumë i kallëzohë. Sa kamiona, sa kombi ke më përgjithësi? Kemi 5 kamiona kësit me përkullica që janë punës, tani një kombi është i fasadav, 2 kamionat maj që janë për zale, për kësi që i bojnë adin, që bojnë bagerat, që bojnë grëmimin, që qojmë adin në për vene punishte. Punishte. Dhe më gjithë kjo ven është i Këtë në kjo rezervuar, vinë për më nëgjes i marën, apet vinë më rame në ora 5, apet në si qili i parkojnë. Kjo është snale shkur? Ja, që gjithë kemi një në këtë pjesë, Baci Adil, tjetër, kjo pjesë? Kjo është parkimi, këtu si parkimi, kamiona shka i zënë, shka nuk i zënë, pena. Do më onë, qa nuk zënë atje, janë këta pjesë? Po, alete ka për shumë pena, shka ka alete, plus a kemi jashtë, ku kemi... Vend, do më onë, ku... Në për punishte kemi krejt, to onë kja për shumë skladishe, që me thonë, të që që qoni jo... Pjesa ku rrinë do më onë kamionat? Po, dhe plus alete që ka. Ati do shka muna në përmlojt, cemente, lipake, në alti kemi stëripolla, atleta, kemi stëridura. Tjetër shka ke këtu? Tu i kam shamu që, tu i kam do alete si matima, që si që i punojmë mura, betona që si që i punojmë, i kemi koni. Pastaj? Tani kemi këtu ma shumë fasadat që kemi. Këtë edhe veliqarën e kemi. Pastaj hapim derën edhe ku futmi? Këtu futim, kja është depo, ma shumë fasadën një alet që është për kocka që i përim edhe që bënojmë edhe abora. Edhe kocka? Po, kocka. Edhe kësi fasadën kja. Saksisht qka bëni si... Krejna, pi dzerës, që me thonë, pi temelit, e te në kolëm, tani shka të vazhdojnë. I keni të gjitha? Krejt me knafe, me krejt, me lyse, me marrujnë një shpije, i marrujnë të shumë pi temelit, te në kolëm, tani mrena shka të asi me lyse, me krejt, me i vërcoke, me krejt. Dhe mon kjo është e bukur një shqiptar në Sloveni? Tani kam edhe qera, kam kooperanta, nuk jam veç për shumë punëtorët e mi që i bojnë, kooperante që përën për muë. Për ty? Po.
janë 4-5 kooperanta. Kompani të Se ndryshme. për shembull tash ti s'mund shkret mi zot. Normal, Po, se punë ti shumë, kështu që do shdyqysh mi Po mbledh. tani kooperantët e ata vinë me ujna me krejt, aty edhe me ujna me rrymë me krejt I kam. Sa bukur, pastaj prej këtë ujit ku dalim? Tash dalim si she. Këtu një depo. Depo. Po depo, ty ma shumë janë këto që abore që I rrejo më adene, ma shumë adene që I gremi për temela ose për abora, kemi këto zhaba që I thoni jo, të ploqat. Tani kam një farë venja të temën një farë si të krime, visht mijat janë. Vesh tu, askush s'guxon më vut në ato. Po, qartë. Pastaj vjen Kjo është vendi për këto ja ke po për punëtorë. Kjo sobë për shembull në mëngjes që do bëha ose në mbrëmje, do bëhen për punë ose në sen, duke është jashtë e pin dohanin, se ty nuk pije dohani. Mirë. Kjo është e punëtorëve, automati ka, dhe kjo një farë kuzhinë e vogël, verore, që me thonë. Ti si shef Vaciadil, je mirë? Po, mirë. Do më ju qetë kafe punëtorëve, a I Ai qetë... çesa më dha automati qetë vete. Edhe ti ka njerë. Po, automati qetë vetë ka një kredit ki jep automati vetë. Mirë. Pastaj shkojmë te pjesa e... Kjo është WC-ja. WC-ja dhe pjesa e zyrës. Po pjesa zyrës. Këtu është zyra... Jo, te ku fillojnë punët e tua. Që të që kemi zyrë. Shikus dashur e po më realisht vendin me Bacin Adel, do kthehemi prap, po për momentin e kemi në zyre djalin e Bacit Adel. Gjoni po quj kështu. Po, përshëndetje Egzon. Faleminderit që pranove dhe ti me qenë pjesë e jona dhe na hape derën. Faleminderit aty Egzon që keni orë këtu. Na do të tregojmë investimin tonë të ardhshëm që do të jenë 4 shtëpia, domethënë, që do të shiten në durë me qesa në dorë. 4 shtëpia do të marrohen në Visokë, domethënë që është një shkoni afërsisht një katon, do të marrohen dhe në qisa në dorë, do të shihesin në vitin 2027. 2027. Po. Sa kur po flasim për këtë investim, sa është shuma parafërsisht? Shumë mund me kalu milionshin, sepse toka është shumë e shtrenjtë, po edhe ato letra domethënë që bëhen për ato letra që lejohen për ndërtim, bëhen si pak shumë shtrenjtë edhe besoj që në vitin e ardhshëm do të shesin të gjitha. Prandaj tani vazhdojnë me projektet e radhës që kena besoj dhe në 6 shtëpia prap, do të mundohem sa më shumë me investu këtë financim. Besoj se është fitim I mirë, po ta shoh. Domthoni gjithmonë do keni shitblerje në kuptimin e fjalës në këtë pjesë të investimit. Do merrni tokë, marrni shtëpi dhe do shesem, po, do të blejnë tokën, do t'i ndërtojnë dhe do t'i shesem. Vetëm këtë pjesë apo në gjithë Sloveninë? Jo, vetëm këtu, ku jena afër. Më dënoj dhe 20 kilometra, mas e njohin edhe mirë terrenin, besoj këtu. Kena pas edhe do projekte më të mëdha, po problemi I projektit të mëdha do me pas më shumë domethënë ekip për më kanë më shumë të suksesshëm për shkak që këtu domethënë shkon çdo sen me pagesa, domethënë që problemi është tani me bën vanesa, problemi tani mund me kushtu shumë keq. Këto investime domthonjë kur bëhen, gjoni sa mund me variu, për shembull ka dëshirë një shqiptar me ardh prej Kosovë me marr një shtëpi këtu. Sa variojnë çmimet? Parafërsisht. Çmimet shkojnë pri 400.000 për pjetë, domethënë varet se është domethënë e madhe shtëpia apo dikush mund me marrë domethënë deri në dritarën fasadë, por mëna nuk e merr. E merr domethënë thot tani vetë mund të don me lyje, me çit keramikat vetë. Tani shkon e malien, çse don me çisa në dorë, shkon me shtrenjtë, domethënë paketi shkon me shtrenjtë, domethënë që kina na 660.000 euro, domethënë që është paketi I shtëpisë, domethënë del çika në dorë. Çka bën tjetër Adel Gashi, familja Gashi? Familja Gashi më shumë mirë, domethënë me ndërtim, domethënë që si ka spjegu baba, me fasada mirë më shumë, me bagere domethënë mirë, domethënë për kanalizime jashtë, kocka, sisteme edhe lyse.
Mrena. Të merë malli për vetë lindje, Gjoni? Po, normalisht që të merë malli, sepse unë zhveni jëtë, toka jote, edhe jo jëtë, normalisht. Edhe një pyetje të fundit, çka i kisha thonë babait? Babait i kisha thënë të falenderoj për çdo sen, për çdo sakrificë që i mundu çdo sen me bë tek ne, tek familja jonë, edhe do të jem falenderoj gjithë jetën për ty. Gjoni, faleminderit, unë po kthena te babai realisht të bëj një lëvizje të bashku me ta. Faleminderit shumë për juve, gëzën, që kemi marrë kohë domethënë me ardh tek ne, me ju prezantu domethënë kush jemi na, tek jemi ne. Kështu që falenderoj gjithë shikuesit edhe Faleminderit shumë, Gjoni. Vacianeli, këto është zyra ku ti qëndron, fillon ditën, mëngjesin edhe gjitha punë fillojnë këtu. Ka që të punë nisëm për fillimit në zyre, nëse unë mëngjes nuk kam vakt në zyre, vi ma vonë, vi kanë 9-10 që kam kohë, një do të me punëtor më morë mëngjes, me shku në përën e përpunishte. I ndonë punë, që shpishohë me të video që ti Te ka jep. si qili punë të veta, unë e vi ma vonë, tani shka kam në sen me këshyrë me oferta ose në sen shka kemi me bo plane sen për punë. Vacianel, që shke fillum, po me ne, kur ke orë në Sloveni ku marrë të tetën ku marrë. Të tete. Sefte, kum punu një vjetë, tani masani kum shku ushtarë të 90 e kum kry, pi 90 e kum njës vetë. Vetë? Vetë ja kum njës kështu privat. Ja kum njës e pi 90 e kam firmë të që tashtë. Ka qenë e vështirë me u largu nga vendindja? Valla ka konë shtirë, po tani mësohet një, këtu nga ta konë Slovenia, më pas kun e kun larë në ashtë ma nërësë din. E ke mendu me dalë, për ma shemë në atë ko në Zvicër? Jo, unë qëtu e kum zonë venin, doke si ku në Kosovë din. Si në Kosovë? Po, doke si Kosovë. Qysh ke fillu firmen, Lumon, qysh e ke fillu? Valla ja kum njës ma shumë me fasade, ja kum njës sefte. Me fasada ka dalë, tani kemi njës me shpija. Me shpija? Po, me shpija, me marrë pi të melit, kështu të reja të shpija. Po, jo kështu shumë të maja, mesme. Mesme. Po. Sa punëtori ke pas? Te 22. Fillimet e tua, punëtor, sa ke po? Pi fillimit ja kum njës veti treti, me vlazni. Me vlazni? Sefte. Sefte? Sefte, po. Do mon këni qenë vllaznia gjithë këtu? Po, imi konë 4-5, imi konë kone gjithë. Tash për shumë te 2016 kemi punu me vlazni bashkë. Tani me dajnë Terezin 2016, e ata janë të punu që sigurone që shtu kanë ata me drejtim adin, kanë bazën, kanë që shtu njajtë. E ke mendu që e keme pas sukses gjatë hodhë? Gjithë, po gjithë. Gjithë ku menu adin sukses, adin vullnet, adin që me thonë. Gjithë. Qka e bën një biznismen të sukses shumë njëtë, si pas teje? Ta ketë durimin, të punën, ta dënë punën? Shërës, gjithë du të me pas për shembull durim, du të me pas, du të më konë, gjithë i dëshërun punë për shembull, gjithë më konë i sukseshëm, gjithë më arë me vakt në punë. Gjithë du të me pas për shembull si me punëtorë, si me krejtë. Je i vështirë si shef? Jo, fort. Jo. Shumë adin nuk, tolerant adin nuk jemi kështu. Je korrekt si shef? Korrekt, si kështu, si pagesa, krejtë jam në regëllë. E qëtë na edhe pagesën e 13 që thojnë? Po, kemi njës tash me po. Kemi njës në kanë bon tash me legja dhe një qitë. Sa bukur. Ke ndimu shqiptar? Po, kanë punu shumë. Ta unë kanë punu këpëronta ose punëtor, kanë qilë firma, tani e konë ata, tani në bon, ka dalë sukseshëm. Janë falenderus në te? Po janë. Ka dikur që së njërë kur? Pa ka nështë në kur, pa rralla, se apet njëri shohë që t'i vyna, rrallë. Qka me ndonë për këta që nuk janë falenderus atë jetët? Pa, si qile ka për vete, si qile edhe Përsha një foto të familjes, Adil. Po, kjo është nipi Mesa, djallit janë. Ata tjerë, do më na prezentu pak? Kjo është shoqja, këtu për unë, për djalli ma, kjo është qika madhe, kjo djalli vogël, qika vogël. Qka ju ke jep djemve gjatë hapave tjetës? Qka ju thu gjithmonë, ose qka ke pas frikë ma shumë për shkak të rritet dikush larg vendlindjes, të gjithë prendet e kanë një frikë? Gjithë kemi pas din sukses, shumë me thonë, gjithë kemi me puna, gjithë me hes për para. Gjithmonë ju ke jep fëmijëve vullnet? Po, vullnet. Vullnet?
La pa ardhur në Sloveni e kam pas gjë, do shumë në punë kanë kështu. Mund më bë mjesht se ku ta qert, për shembull kon do për shembull ku i shiqe kon në Sloveni para me, a bona unë si ata den. Edhe sot je më i suksesshëm se ata. Po në gjithë kom financu më shumë në letë, kamiona ose pa letë s'mush me puno. Ke pas kriza gjatë jetës? Ja s'kom pas. Unë i kom nimu gjithë familjen, ne kemi konë shumë atë familje madhe, si në Kosovë, atë kemi punu shumë, me vllazni kemi punu, ata i kanë punë qështu si unë, kanë me bashkëtel qështu janë njëjtë si unë. Në kohë pandemijës, në pandemi nuk e pas krizë? Ale ma mi e kemi pas edhe. A po, a? Po, se punë e kemi pas matima aden. Matima, s'kemi pas din bashkëtelat maj, po kemi pas punë mirë. E ke mendu në herë pa që të ndërpresh për shembull punën, me thonë nuk po me ecin mirë punët edhe du të ndërprej, apo gjithmonë e ke pas? Ja, gjatë njëjtë, gjatë ku shku njëjtë aden. Gjatë me vakë vi, që 6-15 vi me nxes, para punëtore vi. Para punëtore? Gjatë i përgatiti fshin si ku ai kërtari i Honit Lezit, gjatë e fshin ka komunën. Aden një... Sa bukur edhe je pronar, në fakt edhe vjen gjithmonë më herët. Ja, gjatë vi me minuta gati. Po të bëjnë problem punëtor, po mënej dikush më nervoz të bën? Ja, s'ka shka me asit, na jemi gati si një familje. Ke shqiptar punojnë? Po, ke shqiptar, po këtë jemi ata si punëtorët dhe moshtë si një familje, po t'i ki punëtorët. Njëjtë. S'ka dalema den. Qka pas këti, po mënej, kena i projekt tjetër më të madhë se ky? Po kemi shtu projekte, kemi qef tash, jemi edhe dona me nisë me maru kështu shtëpia për që me thonë, për mi shit blerje? Po shit blerje, po. Që që thonë, Tash ka me fillu kë? Po, jemi të përgatit, jemi të rinin. Për edhe në Kosovë edhe këtë? Ja, vetëm Sloveni. Vetëm Sloveni? Po, jemi tash, mëse jemi vendosë dhe qefa duhet është. Qka të merë malli për vendlitje mas shumë? Po merë malli ma shumë, kërë përshkojmë adhen mi po krejtë, se anë malli, për shumë, ku përshkojmë për shumë, nëzi po këthejmë të njerë. Me nëzi po këthejmë? Po, ka një javë shtim gjithë. Ke qajt njerë për vendin tënë? Po, ma që që. Kur ke qenë majeria, po tash? Ja, tash po majeri ma shumë, adhen ka njerë. Adhen ku dalish për shpije, se di që ku ti më qelish dyrt. Nuk këthejesh? Sa përkosh, gjitha të shpije për shumë me lan. Zara është adhen. E ke mendu mu këthy pas ditë? Po, ku të dalin është të benzika pak, ma shumë këthej, ma shumë atje rrinë është të kone djemë dhe vazhdojnë. Ju ke thonë djemëve kur do më qitë një penzia, jo, ende? Ja, ala i ri. Ala i ri. Ala i ri. Përveç kësaj e përmende edhe që keme fillu në fakt shit blerjen, pse nga kjo me dalë edhe të kjo? Po, ta ma shumë me po sukses. Ma shumë sukses. Po, në sukses çdo sen ki, për shembull, në kohë pak me punu, po me hes pak më den. Për ata që na shikojnë pacientit, çka ju kishë thoni, mesazh për ata që realisht kanë ëndra të veta, dëshirojnë ta ndjekin. Po secili tash, atë secili provon, secili provon për shembull suksesin. Për shembull, për me kanë dalë shumë oportunika, edhe një mësu për shembull, si mësuesi këtë mëson. Kanë punuar shumë të une, kanë dalë për me, kanë qelë firma, në konë sukses, kanë punuar 70 që tërku në firma, kanë pas të nëndë, për 70% kanë pas këtë sukses. Pra, thu që duhet me dasht punën një? Punën, veç punën do. Veç punën me dasht. Punën do të më koni, që me thonë, vullnet me pas. Vullnet, Po qosh me nxez me pas vullnet, ku të vish me pas si me punëtor, si me klienta që thonë në sa me klientat ki probleme, po duhet mi zgjatë problemet adin. Qka ju thu familje sot kur të shikojnë fakt? Ju kërkojnë falje për diçka? Për shembull djemve, vajzës, bashkëshortës? Ju thu diçka për ma shembull diçka i falenderojnë për diçka apo? Po tash ata shka i falenderoj shka den që të kanë qëndru pranë, normal. Po dhe, i falenderoj ku të shkoj për shembull i kam përgatitën jo se me shku në shtëpi këtë. Sa bukur. Me vllazni mirë? Po mirë, shumë. Se na kemi edhe do që nuk qojnë mirë me vllazni. Tash fillimi, çdo kush ku dalë, sefte, ka një për shembull pak aseta, një ato rregullohen ato gjëra, ato janë sekrime. Sekrime të vogla. Fillim. Po të në fakt, unë thjesht du me të falenderu që je pjesë e misionit, je pjesë e jonja, na ke hap derën.
Është e bukur ku shqiptarët kanë sukses, sidomos jashtë vendlinjës. Ku nuk flitet shqip, edhe gjëja më e bukur edhe qysh një shqiptar ka ndihmuar shumë shqiptarë tjerë të dalin të kenë sukses, jo vetëm për veti. Faleminderit shumë, trujt Zotit ty dhe familjes. Se na këtu i bojmë për shembull edhe slovenëve konkurrencë. Se jemi shumë suksesshëm për çet pjesën krajin aeroporti që glina që është. Kemi shumë jemi suksesshëm edhe referencë i bojmë slovenëve. Ma shumë neve na marrin për shembull për punë si unë e thash qysh në fillim. Na kemi marrë për shembull se të marrën me, çu më thon, të marrë me aspatika s'kom pas atë. Kom marrë me çantë, me kese. Sot atë patika tash kemi kreta për shembull me lyp në një kamion për shembull ka nevojë do të më marr. Dash nuk kam marrë pyetje, se puna pe lyp çashtu pe lyp. Ne kemi marrë shumë, kemi marrë të varfër kemi marrë. Po tash kemi bon çka të kam mësuar kjo puna mes varfënisë dhe pensionisë. Të kesh para, mos të kesh para. Jo, valla, kështu përpara unë më kanë qenë më shumë punën. Punën, ta e parë nuk kam gjën edhe në parë. Punën, më shumë edhe shneta më kanë. Dikur ke qenë i varfër, se ti i pasë. Po më kanë se kam unë ashtu sikur qenë, ndoshta dikush unë më kam qenë veç punën, tani ku të punoj diçka pa fitues. Diçka fitojsh atë, ku të punojsh edhe fitojsh. Më la përshtypje për mene ke ardhë patikën, pa ke pas, s'ke pas hiç. Kemi ardhë veç ashtu me tren, si kemi ti ku pa vim as pari. Se në hajtë edhe pak, në këtu që aty jonë, nga të Slovenia. S'kemi dalë as Prishtinë për para, s'kemi dalë për punë. Sa e bukur një shqiptar, pa asgjë, se të ka gjithçka. Po, veç me punë, vëlla, kam arrit. Me punë. Se më kështu, si marrë me shumë me punë, s'kom pasur për shembull vetë pronar jam për shembull i shtëpia. Dikur për shembull mi shit punëtorët, unë vetë i marr shtëpiat, vetë i rregullojmë krejt. Ma japin slaven besimin, për shembull, ma japin planin, na e rregullojmë 70% edhe na vetë i rregullojmë atë. Kjo është e mirë vazhdet për gjithë ata që dëshirojnë ndaj shqiptarë që ka dëshirë me armë punu, i hap derën. Po më kemi na shqiptarë këtu që punojnë tash kooperanta kemi sloven kooperanta, kemi me ujna, me rryma, kemi me knafa, me ngjyra, me krejt i kemi. Në keramika, që shqiptarët mi kanë qitë keramika. Çta? Unë bacia në fakt e pam punën, e pam edhe shikues fakt punën që e bëni ju realisht. Po të them edhe një herë prapë faleminderit që na hapet derën, faleminderit që këto mundi me xhezuj në seri, to i kanë nesh për shembull pi Kosovës e kemi marr. Prej Kosovë. Krejt këto shkën me këto policat, krejt me tavolina, me krejt me ato kuzhina të vogla. Kemi nërejsh krejt për 3 muaj kemi nërejsh këto zyrat vjet. Që një vjet e kemi shumë. Sa mirë. Shqiptarët të punë zyrat, tash e kemi mangat të jeni në ofër punëtorëve. Unë prapë të thëmë faleminderit që gjete kohën me qenë pjesë e jona. Gjithë shqiptarët e kam pa fillimin, fundin, punën që e bëni jo, edhe kjo është e bukur domosdoshmë. Faleminderit që na hapet derën. Ju faleminderit që keni ardhur. Arbomshit. Trujt Zoti bashkë me familjes do atë tjetër. Keni ardhur imuno. Patjetër, është punë. Faleminderit juve. Faleminderit shumë vallëzendit. Ata e dorën. Faleminderit. Pra shikues dashur, prej meje, prej zyres, prej familjes Gashi, prej Bacit Adil, unë ju falenderoj dhe juve, falenderit që jeni pjesë e jonja, edhe gjithmonë e thëmë këshim javën tjetër, ecni gjithmonë me Zotin, keni durim, motivoheni një jetë për shkak se është Adil Gashi, apo Baci Adil, nga zero sot ka bë pasuni të madhe, jo ekonomike, normalisht nuk po flas vetëm ekonomike, po pasuni të madhe me punë. Ka punëtor shumë, pa punëtor ka qenë një kohë, sot ka punëtor. Kështu që faleminderit edhe sponsorat tonë që janë pjesë e jona, faleminderit Retna Ka Rito, faleminderit Tir.com dhe faleminderit Fama TV me mua Guxon Shalën. Dhe javën tjetër, mirëmbëjtje.